numër më stabil në krim të institucionave. Kishme qenë më i forti. Jo veç numra, jo numerikisht, por kishme qenë politikisht i fortë. Po çfarë po them? Sepse na pas sfida shtatore. Kemi me pas shumë për pikërisht është ekziston mundësia bashkëpërqendrita edhe friga e Albinit që i ka do detyra që i ka marrë, i ka nënshkruar si marrëveshja e Brukselit, si ky aneksi i Horit, si statusi i Zajednicës ti. Gjykimi i procesit në Hag. Këto problemet më dha të cilat i bin barë tani këtij si pushtet mirë, po me qenë se ky don me pas një dikon të fortë afër, po do me pas një gushëm. Mirë, po PDK-n e ka të fortë, po PDK-s e dëgjon. Këtu problemi që ky është pra, ju thoni se duhet dikush edhe i fortë edhe i ndëgjueshëm. Po sigurisht se e marr barrën, sigurisht. Nëse jo me PDK-n, e tillë është LDK-ja sipas jush. Kujtohet artan tash ditë kohën ti më të mirë kur Ramush Hajdini edhe Fatmiri e Daudi ishin midis, se ky u frikojke. Ata e marrin midis tonë, dhe që aty u hyp përpjet. Prandaj se ky frikasa i mur meritat të këtë opozicë asaj kohe të vleni që ishte i mur çajo është ajo për qenë se ky është njëri shumë i pabes, është njëri që gjithmonë bën për pushtet. Por nëse këto dy elemente nuk do i drejtë tek PDK-ja, dëgjueshmërinë edhe nuk i nxorën besë parti politik. A besoni se do ta gjej atëherë këtë te LDK-ja? Kjo fakt, që edhe ndërkombëtarët e kanë vërtetuar se ky është një mashtrues, se diçka ku shkon takime fol, kret diçka tjetër premton, kur kthehet në Kosovë, ato thonë që zoti Shalla ka parë besoni se me pjesën e LDK-s atëherë me LDK-n? Besoni se tek LDK-ja do e gjej këtë dëgjueshmërinë që po e thoni? Shiqo, te LDK-ja ndoshta kish mujt te një pjesë LDK-s me gjetë dëgjueshmërinë mirë, po të disa, siç përmendët këtu një 5-6 deputet cilët janë shumë katër zyrtarisht ju. Po, edhe të ata jo, nuk du të gjenë, po kemi rastin kur Ibrahim Rugova me 7% ja ka dhënë qeverinë Ramush Hajdinit. Pse? Ai ka qenë institucionalist. Madje raportet atëherë me Salancës dhe LDK-s kanë qenë kulmin e Artan. Këtu në pyetje shteti. Nuk mundem me marrë në përgjithësi opozitën me thonë pse ti jot për shtet s'po i bashkohesh. Jo zotëri. Ky duhet mi bashku këta. Edhe kur të bashkohen, edhe i zgjidhet problemi. Po mirë, po ky po don edhe me injoru, edhe me i pushnu, edhe me adhon votën. Ashtu që jep kukush. Çka boni me Feridën? Shkoj e poshtnoj e pruni në parlament aty e votën jo unë kështu, mas mami. Aty ka pas shkelje dhe vetë prezenca saj aty kanë shkelje. Se lemon televizion. Po sigurisht po, edhe kushtetuta ku në shkeljen, edhe ky ka dash me mu tall me qytetarët e Kosovës, se me vetëm kur e presioni ndërkombëtarëve e tërhoqi Feridën, si ka dash me shtit votim. Po presioni ndërkombëtarëve edhe u palu edhe u tërhoq Feridën. Ishin edhe deklaratat e partive opozitare shumë serioze. Ky njeri o ka tallët me qytetarët e Kosovës. Shko, për me kompletu që të mozaikin që e tha zoti Shalla, duhet një parti e fortë, për shkak të proceseve si përmendni, shto edhe probleme tjera që do të kemi, probleme gjeopolitike, gjeostrategjike tjera. Kemi gjykimin e gjykatës në tribunal në dhomët e spelezume që po ashtu është problem në vete, cili do rezultat që na presin pozitiv, po cili do rezultat do të jetë problem në vete shtesë, po ashtu deklaratat e sotme në Simonin parasysh të Trumpit në samitin e Ankaras, kur tha që do të shtojmë mundësinë të tërheqjes së trupave amerikane nga Evropa. Pra ka shumë gjëra që duhet me kon me të kalu i natet, ndasit, dhe përmendi shumë kjo zoti Shalla, Ibrahim Rugova me Ramush Hajdinin, ajo marrëveshje gentleman, pavarësisht se ka pas i natet, më doja pastaj edhe mes forcave të tjera, pse Ramush shkoi andaj, po u kriju, derisa me dole këtu, u kriju stabiliteti i parë, erdhi i dyti shumë i natyrshëm, koalicioni mes PDK-s dhe LDK-s. Pra, vetëm një koalicion nuk ka ndodhur hala. Vetë vendosje PDK. Unë do të doja që do të mendohet një koalicion i tillë për të mirën e Kosovës. PDK-ja ka emra, ja sa dush, ose politik, ose jo politik, që mund të arrijë një marrëveshje. Megjithatë, eksponentë televizjes vetëvendosje vazhdimisht e thonë se nuk është preferencë e votuesve. Sepse aty më intereson LDK-ja, se gjendja në LDK është para shkatrimit. Vetëvendosjes sigurisht se ka shkatruar një herë LDK-n me 50%. Nuk ka vota, nuk mundet mi vota 10 me LDK. Po prapë nuk mundet po zoti Kurti intereson. Po intereson me ndodhe një cuk. Jo më interesum, po që s'po vërgoj me fajsi. Aty intereson me ndodhe një pjesë LDK-n. Po intereson sepse LDK është në një gjendje që duhet më trajtu seriozisht. S'është parti që të formuar, s'është parti që e para në Kosovë për 89-s si funksionon. Prandaj gjendja aty e krijuam aty ndasitë mëdha
tash ky e kryen këto alibin që unë jam i gatshëm, por nësa nuk e kom të kjartë, e tha dhe publikisht e kom po pyeti, 72 vota e ki pas në 28 dhjetor, 71 vota e ki sot. Cilëra çka ke ndruar apo me LDK-n? Cilë është parafrimi ose ndarja që kanë pas? Asë një të gjendje shukur që ka qenë, në rast se nuk ka marrëveshje edhe me Aleancën. Dukur tjetë LDK-ja dhe herën e kaluar. Po, herën e kaluar. Tash u ofru. Tash LDK-ja ofru, të na jemi të gatshëm. Me mbështet në rast se ulëm me bo marrëveshje. Pikërisht për këtë ashtu e mundshme. Asnjë takim se kanë pas këtë drejtim.